Ndonë se shumë nga restorantet në qytetet e ndryshme të Zvicrës janë në pronësi të bashkëdhetarëve tanë e që kryesisht servojnë meny zvicerane e italiane, kohëve të fundit disa nga bashkëdhetarët tanë kanë filluar që të hapin edhe restorante që kryesisht servojnë ushqim tradicional shqiptar, por edhe nga vendet të tjera të Ballkanit. Njëri ndër restorantet e reja që para disa muajve është hapur në Dübendorf të kantonit të Zürichut është restorant Plisi në pronësi të bashkëdhetarit ton, Fetaj Sufi, i cili në Zvicër ka ardhur pak para luftës në Kosovë. Baba im jeton prej vitit 1977 këtu në Zvicër. Shumicën e kohës e ka kaluar në kantonin e Zürichit. Ne, familja, jemi bashkangjitur aty para fillimit luftës në Kosovë, në fillimet e viteve 90-ta, të thotë unë shumicën e shkollës e ku mbaruar këtu në Zvicër. Jam i martuar, kam një çik të vogël. Ja, momentalisht jetoj në komunën Greifensee. Punën, biznesin e kemi zhvilluar këtu në Dübendorf. Nuk kam rrugë gjatë për të shkuar në punë, diku 5 km, për 10 minuta jam aty. Faktikisht unë para se të vim në Zvicër isha shumë krenar që po vi këtu edhe gëzimi ishte te jeti madh. Po kur erdhëm këtu, vitin e parë kam pasur shumë probleme me adaptimin, se s'kisha miq, nuk kisha shok, isha shumë i vogël, edhe mend tanë kohën i kisha në Kosovë. Te shok, te shkolla, po pas një vit e gjysëm fillova të adaptohem, e bëra rrethin tim këtu, shok, plus edhe familja gjithë kemi qenë këtu. Ndjej veten si në shtëpinë time, ja. Vendlindja gjithmonë do të jetë Opoja, fshati Buzez, unë jam i Buzezit, edhe vendlindja nuk e ndroj. Unë gjithë familja i kanë edhe pasaportat zvicrane. Do të thonë jam i adaptuar dhe nuk e shohim veten si diçka që si takon Zvicrës, jam i pjesë e kësaj, da, jetojmë e punojmë këtu. Pas shkollimit dhe punësimit në për disa institucione arsimore zvicerane, fetohu se bashku me dajën e tij, i cili para 2 viteve ka ardhur nga Gjermania në Zvicër, ku ka jetuar një kohë të gjatë, kanë vendosur që të hapin një restorant ekskluziv me ushqime tradicionale shqiptare. Po pas shkollës fillore këtu, kum vazhdue me shkollën e arsimit të lartë për mësuesi. Kur e mbarova atë, kam punuar edhe si mësues pak. Mirë po, pata disa pengesa, kështu që detyrova të mbaroj një shkollë tjetër. Para disa viteve kam mbaruar shkollën për biznes. Edhe kam punuar me një farë lokali këtu afër. Kam mbledhur diçka prevojë edhe tani rrezikova dhe do ta provoj biznesin tim, shpresoj që do të kam sukses. Ne këtu në regionin e Zürichit, në kanton Zürich, jemi shumë shqiptar, ka edhe shumë bosnjak, serb, malazes, shumë ballkanas. Edhe kur mendojsha se çka mund të bëj, që mos jam punëtor, mirë po të jam punëdhënës, çfarë biznesi, ku do ta kisha më lehtë, ku fitohet leku më shpejt, atëre shumë shpejt arrita te vendimi që me qebapa. Ne shqiptarët kemi merak qebapat, shqiptar ka shumë, do thot tregu është këtu, edhe pse jo, provojmë. Edhe qysh po duket këta 2 muajt e parë, puna po shkon mirë, ashtu si duhet. Po që që 2 vite kam marrë për Gjermani, aty kam qenë 15 vite. Je marrë këtu, tash me nipin i kemi këtu i biznisit, e kemi marrë këtu, pe provojmë fatin tonë. Pe provojmë qëtu fatin tonë, inshallah, shpresoj se shpejti do të bëhet mirë, do të kemë punë edhe ma tepër, si që e kemi pas një dëshirë të madhe, me ofruar të gjithë shqiptarëve kuzhinën tonë shqiptare. Mos me shku larg, po me pas sa më afër, sa më mirë. Kështu që po shpresojmë ditë për ditë po bëhet shumë më mirë, po vinë çdo ditë po vinë mysafir të ri. Edhe po na falenderojnë shumë, cilëtetin e kemi mirë. Shpresojmë se do ta marrim kështu, do të mundohem të bëhem më mirë.
Musafirët e shumët të cilët e frekventojnë këtë restorant janë të kënaqur që kanë mundësinë e të ushqyerit me specialitete tradicionale shqiptare. Shumë në rregull, kretë gjatë të shishme, ushqimet tona janë shumë të mira. A ju ka mungu ma heret një restorant? Tjetër, s'kemi pas ashtu raste, po këtu shumë mirë, shumë jemi të kënaqur. Kem pas nevojë për një kësi restorani. Shumë mirë, shërbimi, ushqimi, super. Veni shpesh? Këtë punojmë këtu nga atë, po. Të ndryshon do njëherë në shto Elbes? Po, une që e dyta herë si më ka vi këtu, do më thonë nuk e këmë ditë që ekziston këtë restoran, po tash e mas po. Siguri më shpesh. Po. Për neve hapja këtij restorani me ushqim tradicional shqiptar sigurisht se është i mirëpritur dhe mirëseardhur, për arsye se ne këtu mund të konsumojmë domethënë ushqimin tonë tradicional, të cilin nuk e kemi pasur çdo herë në këtë region ku jemi tash. Është sigurisht i mirëpritur dhe për këtë arsye vijmë edhe me kënaqësi për të konsumuar drekën apo shujta të tjera që janë jetore. Ka mungu një restoran e tjera këtë rrethit? Na ka munguar. Tash ka pak më larg diçka të tillë, por këtu në afërsi ku edhe punojmë dhe veprojmë ne na ka munguar. Për neve është një përpastitje që të ushqimit tona tradicionale. Konsumojmë sigurisht ushqimet tona si boreki apo pleskavica, çebaba të tjera. Tani veprojmë në Gladbrook, ku jemi për ushqim drekës, bashkë dreka për neve. Jemi të kënaqur që kanë hapur. Besoj që të shqiptarët gjithë janë të informuar se në dy vendor sa është ky restorant, çmimet janë të arsyeshme dhe konsumimi është i mirë. Deri tani është perfekt. Gjithçka është në rregull. Ushqimi i mirë. Pëlqen. Menimet janë shumë të mira, ushqimi është i mirë dhe jena të kënaqur. Për që ata vina shpesh. Jam që 13 vite në diasporë në Zvicër. Jam i gëzuar që shqiptarët kanë hyrë, kanë ecë kaq përpara. Edhe emrin e ka të mirë kjo restorani. Plisi, kurse jam krenar që ha specialitete shqiptare, ha dhe në diasporë. Këto na kanë mungu neve shumë edhe dëshirojmë që të ketë suksese. Si shihet, na ka punë një copë Kosovë, një copë Prizren këtu. Edhe personeli është shumë i bukur, shumë në rregull, këtë është kënaqësi këtu të jemi. Si shihet edhe Zvicranët kanë nisur një mësu këto specialitetet tona. Vinë për çdo ditë, sa herë vi këtu për drejt nga puna, vinë Zvicran, Italian, gjithë. Edhe ushqimi është jashtëzakonisht sensacional. Si qeni këtë byrek me mesh, me spinaç, si në Prizren. Dhe jashtëzakonisht jam i kënaqur këtu. Restorani është fantastik. Gjithë. Këtu shpesh vinë edhe klientë zviceran, edhe atyre ju pëlqen ushqimi tradicional Ballkanas. Gjithashtu ata janë të kënaqur edhe me çmimet e ushqimeve që servohen këtu. Në njerë pas hapjes lokalit këtu ishin mysafirë të huaj, sidomos zviceranët, mirë po dhe italianë, portugesët apo spanjollët, ishin shumë skeptikë se çfarë specialitetesh ne do të përgatisim këtu. Mirë po me kalimin e kohës, ai skepticizëm u shndrua në një optimizëm dhe dita ditës mysafirët e huaj, numri i tyre vjen e shtohet. Kështu që ne këtu si pronar bashkë me dajën tim jemi shumë të lumtur që kemi hapur këtë lokalitet këtu mu në qendrën e qytetit bukur të Dübendorfit. Donse është fillimi i punës së këtij restoranti, pronarët, por edhe punëtorët e restorant Plisit janë shumë të angazhuar e sidomos gjatë kohës së drekës. Në kohën e drekës kur restorantin e frekventojnë shumë klientë, Gjulieta, bashortja Fetahut,
i bashkohet stafit të restorant Plisit me qëllim të ofrimit të mundësive për shërbim më të mirë dhe më të shpejt për klient. Po këtë kanë punë shumë, ka dreka se vinë ma shumë të prej herë, që atëherë vinë ju një maj këtë ka mundësin, ja unë, ja dikush i familjes. Momentalisht në këtë restorant punojnë vetëm 5 vetë, 2 nga ta janë të angazhuar në kuzhinë, të cilët para kamerës son demonstrojnë se si i përgatitin specialitetet shqiptare, burekun dhe qevapët. Përgatitim qevapa, pleskavica shari, pleskavica normal, pasultetave, gulash, paq, kanaj thonë ka tetava qort, ka prizreni paq, prizreni, që qashtë. Po, e si po shkon puna? Mirë, po unë jam shumë i knaqëm me këta, pa edhe besoj që edhe këta janë knaqëm me mund, punën e bëjnë si e qandreni, që qashtë. Pakë punë e drekës, në përgatit një përgja dhe këta me ta dashme, e qashtë me ra. Sa përdo të shëshërit të gjithë? Momentalisht janë 5. Po ka nevoj ka herë edhe ma shumë, po... A vjeti që ti krilu do ato gjitha? Po. E dim atë kohën kura po e drekës, po e asej, pak ma japën forcë, pak ma... e qështë. Lokalion është i ri, na me 5 janare kemi hapur, shpresoj që në të ardhmen do të ketë nevojë ndoshta edhe për 10 punëtor. Mirë po presim se çka do të na jep koha. Gjithmonë kemi për qëllim që prej fillimit që çdo burek, çdo porosi që vjen prej mysafirit përgatitet taze. Kur vjen porosia e klientit, marr shembullun një porcion çebapa, një 10 çe, atë buka futet në një tefurra, piqet taze bashkë me çebapa. Tu siç po shihni këtë grillin këtu në fillim kur e kemi marrë lokalin, kemi dashur që ta bëjmë sa më autentik si në Kosovë, si për shembull si në Prizren, mirë po objekti në cilin gjendet këtu lokali jonë është shumë komplekse dhe nuk kemi pas mundësi për me qitë një grill si që di me njojnë prej Kosovës. Mirë po, prapë se prapë edhe kjo grilli këtu që kemi bënë qebapa shumë kalitativ, bile edhe matë qishëm. Se shumica misafirave që vinë këtu janë shumë të kënaqur me kualitetin e cilësinë e produkteve të grillit. Po, që ashtu sipra do të ri, veta i sufit që ashtu ashtu, po. Mundonë gjithë se si t'i bëjmë qevapat e lira, po edhe klientët e në knaqët me këta. Neve kemi disa produkte me gjis ose mos, kështu që gjdo dit kërkesa është ka rritët. Ja dhe në fillim nuk kemi pas asnjë produkt me mos, mirë po me kalimin e kohës, tash pas ja 2-3 jave, filluam pas kërkesës mysafirave që ta futim në menykar. Tash kemi disa produkte, si për shembull, ta janë speca me gjis, ta e përgatitin vetë, tu baciris, shefi i kuzhinës i ka përgatit këta. Këta speca kërkohen gati çdo klient e kërkon nga një specë. Këtu që kur të servojmë produktet tona këtu që ta kanë shijen edhe pamjen si në Kosovë. Edhe motojo e restorantit ju është e janë i provonje shijen e ju? Po, motoja në gjermanisht i bjerë erlebe gelebte gastro në qaf, kjo dhe thot paka shumë gjonë Shqipe eja dhe përjeton një mikpritje të paharruar, pa parë, mikpritje tradicionale shqiptare, po ashtu si që kemi zakon me shqiptarët në regionin e Prizrenit. Çdo misafir që vjen këtu, pasi ta shijoj ushqimin ton, e pyes se a i pëlqeu dhe rezonanca shumë pozitive.
Kafshë. Po kjo ndoshta duket shumë e thjeshtë se si bëhet, mirë po duhet goxha përvojë. Mjeshtria tregohet te brumi nuk guxon të qahet. Nëse qahet, atëherë deshtoj bureki. Dhe jo çdo kush, disa herë vetë kam provuar, mirë po nuk kam talent. No. Tash kemi për shembull me gjys, me mysh, varet sipas kërkesës. Kjo është fundi i shtjelljes. Është lehtë e cilët ashtu këta? Po edhe nuk është shumë lehtë. Duhet Si sa Zoti Jusufi do të përvoja, po? Duhet goxha mjeshtria. Duhet po, një ruajm sa, nuk është problem. Me këtona, shtini direkt në fura, që që? Po. Është këndret e fura. Edhe pjekët. Dhe 12 minuta që ati. Njëri ndër frekventuesit e shpeshtë të restorant Plisit është Naser Ulaj. Naseri është mësues dhe mësimi plotësues të gjuhës shqipe në paralelen e Dybendorfit. Ai thot se gati çdo ditë me kolegët e tij këtu e pinë kafen e mëngjesit, por shpesh vjen edhe për të ushqyer. Me vërtet, ky është qel nga janari, sa di unë nga fillimi i janarit. Nga janari gati shpesh ved kafen si e lam diko me shok me pi diku, do thot zakonisht sa kem pi në për vende tjera dhe për Migrosën e për restorante tjera, dash zakonisht i pim këtu. Për ndryshe është një punë e mirë, është një rast i mirë me këtë restorant që ka hap, sepse do thot ka mundësu të gjithë dhe neve shqiptarëve që të kemi pak një copë Kosovë këtu, do të ham pak ushqime tradicionale tonat, sepse vërtet ne që kemi lindur e jemi rritë atje, kemi nevojë për këtë specialitetet tona që faktikisht ti përdorim, jemi mësuar ashtu, organizmi jonë është mësuar, kështu që me këta do thot e kanë bërë një hipotetë shumë të mirë, të fortë, edhe ju uroj sukses. Këtu gjendet vërtet sikur më ardhur në Kosovë, faktikisht. Të gjitha specialitetet ndoshta i keni veç filmuar të gjitha, është një ambient shumë i mirë, personeli është shumë i mirë, do të lepse të shërbejnë për ushqime, por dhe me muhabet të ngrohtë, familjar, edhe nga
nga tradita jonë. Do të është një punë shumë e mirë. Do të ju uroj suksese edhe të gjithëve shqiptarëve do thotë që janë në këtë rrethinën e Dübendorfit edhe më të tërë, do të ju them që faktikisht do të ishte mirë spaku të vinë këtu të pinë kafe në t'i bajnë muhabetet tamam sikur në Kosovë, sepse është po them një punë e mirë, sepse në këtë rrethinë nuk ka pas më para restoran shqiptar në këtë pjesë ku afër Zyrihit në Dübendorf. Ky është tash i vetmi restoran shqiptar i cili është i hapur këtu me këto ushqime tradicionale, edhe besoj që do të jenë edhe në të ardhmen mirëseardhën për të gjithë. Do thotë kuzhina e këtij restorani kuptohet është tradicionale shqiptare nga Kosova, por ne shqiptarët jemi mësuar edhe në shtëpia tona kemi kuzhinën tonë, sepse po thash edhe më parë jemi mësuar ashtu, por është ndryshe të përjetojsh me familje të vesh edhe këtu për shembull të ushqesh me ushqimet nga vendi si vina. Kështu që do thotë ky është restoran edhe për familjet i mirëseardhur, për takimet mes tyre edhe mes të tjerëve të cilët faktikisht ndoshta jetojnë edhe më larg, por vinë këtu sepse ushqimet i tërheqin do të tjerët. Naseri thot se edhe pse është në fillim të punës së tij, në këtë restoran Fetahu ka gjetë mundësinë që të përkra edhe shkollën shqipe në Dübendorf. Desha të them thotë se ky pronari i restoranit Plisi të ne falenderoj shumë, është një sponsor cili na ka sponsoruar shkollën shqipe këtu në Dübendorf, ku kemi pasur një manifestim me rastin e përvjetorit pavarësisë Kosovës, tash me rastin e 7 mars ditës mësuesit. Ne kemi pasur me prindër shqiptarë këtu në Këshillin e Prindërve një manifestim në Dübendorf, edhe zoti pronari i restoranit Plisit na ka sponsoruar dhe ka thënë çdo herë unë jam i gatshëm që për shkollën shqipe të sponsoroj, dhe njëkohësisht e falenderoj për këtë. Bashkëpronarët e restorant Plisit në fund të emisionit ton, kushtuar hapjes së këtij restoranti, kanë përzgjedhur këtë porosi për bashkëdhetarët tanë që jetojnë në Dübendorf dhe në rrethinën e saj. Eja këtu në Dübendorf tek restorant Plisi dhe përjetojmë mikpritje shqiptare. Dhe shijoni specialitetet shqiptare me cilësitë e lartë. Ju mirëpresim.